Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për zemrat e kafshëve dhe të njerëzve. Në botë ekzistojnë kafshë që kanë më shumë se një zemër. Një shembull i njohur është oktapodi. Ai ka 3 zemra. 2 zemra pompojnë gjakun drejt gufshëve, ku merr oksigjen, dhe një zemër e tretë pompon gjakun e oksigjenuar në pjesën tjetër të trupit. Një fakt interesant është se kur oktapodi noton shpejt, zemra kryesore e tij ndalon përkohësisht sërauri. Prandaj ai lodhet shpejt dhe shpesh preferon të zvaritet në fundin e detit. Ekzistojnë dhe kafshë të tjera të grupit të oktapodëve, si squid dhe cuttlefish, që kanë gjithashtu 3 zemra. Në botën e kafshëve ka dhe organizma me sisteme qarkullimi gjaku të ndryshme. Për shembull, earthworm nuk ka zemra si tonat, por ka 5 palenë muskulore që veprojnë në mënyrë të ngjashme me zemrën për të qarkulluar gjakun. Pra mund të themi se disa kafshë kanë më shumë se një zemër dhe kampionët më të famshëm janë oktapodët, kallamarët dhe speciet e tjera me 3 zemra. Kafsha me zemrën më të madhe në botë është balena blu. Zemra e balenës blu mund të peshojë 180 deri në 200 kg, por edhe më shumë. Aorta e zemrës është aq e madhe sa një njeri mund të fusë krahun brenda saj. Zemra rreh ngadalë gjatë zhytjeve të thella që bën kjo balenë dhe mund të bjerë në 2 deri 10 rrahje në minutë. Kjo shërben për të kursyer oksigjenin. Dhe kur balena ngjitet në sipërfaqe dhe merr frymë, ritmi i zemrës rritet ndjeshëm. Zemra e një njeriu peshon mesatarisht rreth 250 deri në 350 gram, dhe zemra e balenës blu peshon qindra herë më shumë. Një fakt interesant është se rajet e zemrës së balenës blu janë aq të fuqishme sa mund të dallohen me pajisje speciale nga një distancë e konsiderueshme në ujë. Zemra më e vogël në botë është e vështirë të përcaktohet saktësisht. Në botë ka shumë organizma mikroskopik që nuk kanë zemër fare. Megjithatë, zemrën më të vogël e ka kolibri blet, që është zogu më i vogël në botë. Ky zog është vetëm 5 deri në 6 cm i gjatë dhe peshon rreth 2 gram. Zemra e tij është jashtëzakonisht e vogël, pra ajo është pak milimetra. Për shkak të metabolizmit shumë të shpejt, zemra e këtij zogu mund të arrijë mbi 1 mirahje në minutë gjatë fluturimit. Një fakt interesant është se shumë insekte, si oneibe, kanë një organ pompues shumë të thjeshtë që quhet zemër. Dhe ky organ është shumë i vogël se zemrat e vertebrorëve. Rrahjet e zemrës janë të ndryshme tek njerëzit, kafshët dhe shpendët. Për shembull, tek njeriu rrahjet e zemrës janë rreth 60 deri 100 rrahje në minutë. Tek qeni janë rreth 60 deri 140 rrahje në minutë. Dhe tek kolibri, i cili është zogu më i vogël në botë, rrahjet e zemrës së tij arrin 1300 rrahje në minutë. Kjo ndodh sepse kolibrat harxojnë shumë energji duke rrahur krahët 10 herë në sekondë dhe kanë nevojë për të furnizuar vazhdueshëm me oksigjen. Një fakt interesant është se gjatë natës kolibrat mund të hyjnë në një gjendje të quajtur torpor, ku temperatura e trupit dhe ritmi i zemrës bien shumë për të kursyer energji. Kafsha me zemrën që rre më ngadalë ndër kafshët më të njohura është balena blu. Gjatë zhytjeve shumë të thella, zemra e saj mund të bjerë në rreth 2 rrahje në minutë. Përshtatjet e kafshëve në natyrë janë të ndryshme. Kafshët toksore kanë shumë veçori interesante në lidhje me zemrën e tyre. Për shembull, xhirafa. Kjo ka një zemër jashtëzakonisht të fuqishme
Ajo duhet të pompojë gjakun deri në tru përmes qafës së gjatë. Prandaj, për këtë gjë, ajo krijon presion gjaku shumë më të lartë se sa shumica e gjitarëve të tjerë. Elefanti. Ky ka një zemër shumë të madhe, që mund të peshojë mbi 20 kg. Ritmi i saj në pushim është relativisht i ngadalt, rreth 25 deri 30 rrahje në minutë. 3. Tohet sloth. Ka një ritëm zemre shumë të ngadalt, që përputhet me stilin e tij të jetesës së qetë dhe kursimin e energjisë. Një veçori e rëndësishme është se shumica e gjitarëve dhe shpendëve kanë zemër me 4 dhoma, 2 veshore dhe 2 barkushe. Kjo ndan plotësisht gjakun e pastër me oksigjen nga ai i varfër me pak oksigjen, duke i bërë këto kafshë më aktive dhe më energjike. Ndërsa shumë zvaranik, si Komodo dragon, kanë zemër me 3 dhoma. Një përjashtim interesant është për Nile krokodile dhe krokodilët e tjerë, të cilët kanë zemër me 4 dhoma si gjitarët dhe shpendët. Një fakt interesant për të përmendur është se zemra e një xhirafe është aq e fuqishme sa muret e saj muskulore janë disa centimetra të trasha për të përballuar presionin e lartë të nevojshëm për të çuar gjakun deri në tru. Në botë ekzistojnë njerëz me karakteristika të veçanta të zemrës, disa të lindura dhe disa të zhvilluara gjatë jetës. Disa shembuj interesant janë: ekzistojnë zemra në anën e djathtë të kraharorit. Një gjendje e tillë është quajtur destrokardia. Këta njerëz me këtë gjendje jetojnë normalisht. Vrima të lindura në zemër. Disa foshnja lindin me hapje midis dhomave të zemrës. Shumë prej tyre trajtohen me sukses dhe personat bëjnë jetë normale. Zemra e atletëve, të sportistët që stërviten për vite me radhë, zemra bëhet më e fortë dhe më efikase. Ajo pompon më shumë gjak me çdo rrahje. Ekzistojnë rrahje shumë të ngadalshme të zemrës. Disa njerëz, veçanërisht atletët e trajnuar, mund të kenë puls në 50 rrahje në minutë, pa pasur probleme shëndetësore. Njerëzit nuk kanë të njëjtën madhësi zemre edhe pasi arrin moshën e rritur. Zemra rritet gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Pas përfundimit të zhvillimit fizik, madhësia e zemrës varet nga faktorë si gjatësia, pesha, gjinia, përbërja trupore dhe niveli i aktivitetit fizik. Njerëzit e fuqishëm fizikisht zakonisht kanë zemra pak më të mëdha se njerëzit e tjerë. Një rregull i thjeshtë është se zemra e një personi është afërsisht sa grushti i tij i mbyllur. Kjo nuk është e saktë për çdo rast, por jep një ide të përgjithshme. Te sportistët që stërviten për shumë vite, zemra mund të zmadhohet pak dhe të bëhet më e fuqishme për të pompuar më shumë gjak. Kjo quhet shpesh zemra e atletit dhe është një përshtatje normale ndaj stërvitjes intensive. Tek njerëzit, disa sëmundje mund të shkaktojnë zmadhim jo normal të zemrës, dhe kjo gjë kërkon vlerësim mjekësor. Lind pyetja: a lodhet zemra duke punuar? Zemra nuk lodhet si muskujt e krave apo këmbëve, sepse është ndërtuar posaçërisht për të punuar pa ndërprerje gjatë gjithë jetës. Zemra përbëhet nga një lloj veçantë muskuli i quajtur muskull kardiak. Ky muskull është shumë rezistent ndaj lodhjes. Zemra gjithashtu ka enët e veta të gjakut të quajtura arterie koronare, të cilat i sjellin vazhdimisht oksigjen dhe lëndë ushqyese. Edhe pse zemra re vazhdimisht, ajo pas çdo tkurjeje ka një periudhë të shkurtër çlodhjeje. Gjatë një dite, koha totale e këtyre pushimeve arrin në disa orë. Qelizat e zemrës kanë një numër shumë të madh mitokondrish,
që janë centralet e energjisë së qelizës, të cilat prodhojnë energjinë e nevojshme për punën e pandërprerë të saj. Zemra ka një stimulues natyror të quajtur nyja sinoatriale, e cila gjeneron impulset elektrike që e bëjnë zemrën të rrahë pa pasur nevojë për urdhra të vazhdueshëm nga truri. Një fakt mahnitës është se deri në moshën 70 vjeç, zemra e një njeriu mund të ketë rrahur mbi 2.5 miliard herë dhe të ketë pompuar qindra miliona litra gjak. Megjithatë, zemra mund të dëmtohet nga sëmundjet, mungesa e oksigjenit, presioni i lartë i gjakut dhe faktorë të tjerë. Prandaj, kujdesi për shëndetin e saj është shumë i rëndësishëm. Lind pyetja: kur fillon të formohet zemra e foshnjës dhe barku i nënës? Zemra fillon të formohet shumë herët gjatë zhvillimit të foshnjës në barkun e nënës. Ajo ndodh në këtë mënyrë. Pas fekondimit, veza e fekonduar ndahet në shumë qeliza dhe formon embrionin. Rreth javës së tretë të shtatzanisë, disa qeliza të veçanta fillojnë të organizohen për të krijuar zemrën dhe enët e gjakut. Fillimisht formohet një tub i thjeshtë kardiak. Ky tub përkulet dhe paloset gradualisht duke krijuar pjesët kryesore të zemrës. Rreth javës së 5 deri të 6, zemra fillon të ndahet në dhomat e saj kryesore. Deri në fund të muajit të dytë, zemra ka marrë kryesisht formën bazë që do të ketë pas lindjes. Një fakt interesant është se zemra e foshnjës fillon të rrahë shumë herët, zakonisht rreth 3-4 javë pas fekondimit. Ky embrion është ende vetëm disa milimetra i gjatë. Zemra e foshnjës rre më shpejt se ajo e një të rrituri. Gjatë shtatzanisë, ritmi i saj është zakonisht rreth 110 deri 160 rrahje në minutë. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.